Munafik, okej, ka pas kërkesë të jashtëzakonshme për juve për këtë trek ose çfarë treku është intrigues dhe exciting me një gjithmonë disa direkt, sidomos kur bëhet fjalë për dy persona që njihen edhe kanë pas raport personal. Hey, para se me vazhdua mujna me falenderu njerëzit ata që i mundsojnë që to story është Babun Kosova, babunin e downloadoni online edhe ju vjen ushqimi këtë restorantet janë aty për 30 minuta, e keni para derës shtëpis Delta Group. Rjeti i pombave me 21 pika në këtë Kosovën, top kualitet, derivatet e po ashtu edhe posta easy. Super kredibilitet, super customer service edhe super shpejtësi ndërgesa. Si definitivisht, it hurts. Si me thonë të lëndën, tashti kur po thonë të lëndën, për llogariti vetën të shakon nonën e kundërt, menoj që sakt arrin qato që ka po dënë me arritë, që është me ekspozu tjetrin duke i përdori informacione që e qesin kundërshtarin ferën, këtë rast në pozitë disfavorshme. Po flasim për dy artista që kanë qenë pjesë të njëjtit label edhe janë përballë me situata bashkarisht, kështu që çikia e bën menej shumë ma personale komplet këtë trek, se sa me disirot dikush që s'ka pas kurfa raporti privat me ty kur. Në bazë të asaj që ka mujna me kuptu për mes pikrisht që asaj që ka thot vetë Fuego, këto është se Fero ka bu kong me Semin, do me thonë që ajo ka qenë boiling point, një reper me cilin ka pos beat publik Fuego, i kujtohet a i disi Riberi, ndërsa ndër kongët e para prej këthimit Feros ka qenë Haladhe dhe Best me Samin. Si menoj që i të hec Munafik, nuk menoj që Fero ka me pos qaq të letë me injoru për shkak se nuk është diçka të cilën mund është me injoru. Sigurisht se qasja Ferës ka me qenë e tillë që ka me thonë, hej, unë jam si artist shumë maj madh, nuk më i me zbrit ashtë shkollë ma poshtë për me umor me ty, amo still Fuego menoj që është prej atyne që din me bo disa, me gjithat kisha pas qef me një Fuegon ma shumë kur nuk është të bo dis, se në fakt e vet një kohë kur qëm pluhën, ose bohet protagonist, është kur bën disa. Okej, e përmendi që i ka 2 albume në theve dhe është një farë strategjie për pre-rollout, amo une Haladhe me thonë nuk i një taman aftësit e Fuegos, nuk e di në qëfar standardi me mojt për jazz për shkak se ka shumë pak materiale. Okej, Homie është solid, bashkëpunimet me Rinën po ashtu, amo nuk mjaftojnë për me gjiku edhe me shtin thes me repera tjerë që e kanë etikën e punës edhe konsistencën. E kom qëtirë me pas menim shumë të strukturum edhe të fort për Fuegon për shkak se s'ka material. Shumë jam i interesu me ditë çka është të bo Fuego kur nuk është të bo disa. Kom qef me ma jep qatë anën artist. Okej, pe kuptojna që ki disa e ke pas probleme me njerës saktum edhe mirë po qka ke bo prej që aty e tutje mas nej, sa më ke mojt mu t'interesum, like, a është disi e vetë një forme të shprejonit kur ti ki me mëron vesh mu.